E para, duhet të kthehemi te rezultati I zgjedhjeve, çka ka prodhu rezultati I zgjedhjeve. Rezultati I zgjedhjeve ka prodhu një fitues, që është LVV-ja me bashkë partitë e tjera që janë në koalicion parazgjedhor, këtu I shton edhe komunitetet pakicë jo serbe, të cilat I garantojnë lëvizjes vetëvendosje fitoren me mbi 51% edhe I garantojnë 61 ulse për të kriju qeverinë edhe për të zgjedhur kryetarin e parlamentit. Ndërsa, rregullimi ligjor, Kushtetuta e Kosovës nuk I mundson që fituesit ta ketë edhe presidentin, sepse kërkon 2/3 e ulseve. Të shpreson një parti politike në të ardhmen se vetë do t'i merr 2/3, nuk ka mundësi, edhe teoretikisht është e vështirë. Mirë, po ku ndryshon ky kualitet I tashëm, kjo situatë e tashme me të kaluarën. Në të kaluarën kishte një parti fituese që ishte me më shumë vota, mirë po që nuk I kalonte vetë mbi 51% të ulseve në parlament. Atëherë ajo detyroi që të hinte në koalicion qeverisës, në bashkëqeverisje me partitë të renditura më poshtë dhe në këtë marrëveshje zgjidhej në paku edhe zgjedhja e presidentit. Tash kjo situatë e re ka vënë para dilemave edhe politologët, edhe kushtetutbërësit, edhe ata baballorët e kushtetutës dhe është një situatë që nuk prodhon zgjidhje legjislacioni. Zgjidhjen e afrojnë politologët edhe juristat të vullneti I mirë, duhet të tregojnë tolerant, duhet të gjojnë vullnetin e mirë, duhet të kenë parasysh interesin e vendit, të republikës e tjera. Krejt këto janë moralizime në fushën etike. Në krijimin e institucioneve shtetërore nuk bazohet mbi parime etike, po mbi obligime ligjore dhe kushtetuese. Edhe kjo situatë prodhon gërçin e tanishëm për të konstituuar qeverinë, ku fituesi I ka votat për me kriju qeverinë edhe parlamentin, por nuk I ka presidentin. Për presidentin dhe do thotë, këtu ju kanë ngarku 3 në 1. Ose duhet ta kesh edhe presidentin, ose atëherë nuk mund të krijojsh qeverinë edhe të s'ke legitimitet. Është një gjendje ku legjislacioni jonë nuk ja njeh fitoren fituesit. Fituesi është vullneti I sovranit. Atëherë rrjedhimisht del se kushtetuta jonë nuk e njeh sovranitetin e brendshëm të Kosovës, sepse kështu kemi rrinë këtë çorçokak. Kjo është rreth vicioz. Atëherë vim të situata konkrete. Për mos mu përsërit zgjedhjet e parakohshme, ose të jashtëzakonshme ta shpiqujmë, Lidhja Demokratike si parti opozitore ka tregu vullnet mirë për të hyrë në bisedime. Mirë, po I ka edhe kushtet e veta, kërkon një post të lartë, kërkon edhe vende në qeverisje dhe tash partia fituese është e detyruar që të bëjë lëshime për mos me qu vendin edhe një herë në zgjedhje. Mirë po, sigurisht se probleme ka të ndarja e sektorëve të ministrive ose të pozitat kryesore si është e presidentit, e kryeparlamentarit, me çka mund të kompenzohet njëra dhe tjetra. Dhe lojmi mirë ka qenë se këta I kanë vazhdu bisedimet, nuk e kanë mojt vetëm një takim, ka vazhdu bisedimi I dytë dhe seanca e djeshme, si duket, nuk e ka prodhu këtë marrëveshje në mes të LDK-s edhe VV-s. Seanca e djeshme është gabim të kualifikohet si dështim. Realisht seanca e djeshme është shtyr për sot dhe nuk është shtyr për një kohë infinit që shë interpretuar disa analistë, oponentë, opozitës edhe të tjerë, por është një shtyrje në afat të caktuar për 24 orë. Dhe 24 orë shtyrje për të gjetë një zgjidhje përfundimtare që do ta zgjidhte këtë ngërç, nuk është ndonjë shtyrje e madhe. Nuk është shtyrje e madhe. Nuk duhet të jenë shumë tendencioz as liderët e opozitës, as analistët politik, mirë po duhet të shohin si një mundësi, deri në orën 24 të ditës së sotshme, ne duhet të shohim si një mundësi këto. Pastaj kalohet në një realitet të ri, nëse nuk I kanë votat për me zgjedhë presidentin, sigurisht se partia fituese në seancën
gjysore para 12-ve do të zgjedhë krye kuvendorin dhe do të zgjedhë kryetarin e qeverisë dhe pastaj afati kohor që ja jep kushtetutja, ai do të vazhdoj me partitë opozitore që të gjejnë një mënyrë për zgjedhjen e presidentit dhe mos ta çojmë vendin edhe një herë në zgjedhje. Kjo procedura tjera me automatizëm, në momentin kur zgjidhet kryetari i ri i kuvendit, kushdo qoftë ai me automatizëm është edhe ushtruesi i detyrës së presidentit dhe i lund të dy rolet deri në një moment të caktuar, ashtu që e ka luajtur edhe Albulena Haxhiu deri me tash. Dhe sigurisht nëse mbrana afatit kushtetues nuk gjendet zgjidhja, prap vendi do të shkon në zgjedhje të parakohshme, mirë po, si rezultat i mungesës së legjislacionit për me zgjidhë ngërçen e mënyrës së zgjedhjes së presidentit në Kosovë. Aktualisht Kosova problemin më të madh ka këto. Si duhet të zgjedhet presidenti pa e kurrëzuar me krijimin e qeverisë dhe me zgjedhjen e krye kuvendorit. Ka metoda, po këto ja vlom juristëve, ja vlom me liderëve të partive politike, ata le t'i gjejnë mënyrat, ka shumë mënyra se si të zgjidhet kjo, qoftë edhe me një ndryshim të rregullorës, amandamentim të 1-9, që të zgjidhet edhe me 61 ose të detyrohen kuvendorët që qëndrojnë mrena në kuvend dhe një herë e mirë do të kishte zgjidhur këtë problem Kosova dhe në të ardhmen do të kishte prodhuar ky sistem çdo herë një qeverisje shumë stabile. Sipas teorisë politike, kur mohen takimet e tilla ku duhet të arrihen marrëveshje, zakonisht ato mohen jashtë syrit, larg syrit të opinionit edhe të mediat që të mos interferojnë palët e treta. Dhe kur palët që janë në bisedime, kanë dëshirë të shfaqin rezultatin. Dhe me vetë faktin që këta e kanë mojt këto jashtë mediave, edhe i kanë dhënë mundësi vetës për të vazhduar bisedimet, kanë pas kohë mbrëmë edhe sot kanë ton ditën kanë kohë për të biseduar. Kjo jep një shpresë se të dy liderët janë të vetëdijshëm për momentin historik, për momentin që rrethonat politike ju kanë ofruar në këtë moment Albin Kurtit edhe Lumir Abdigjikut për të gjetë një zgjidhje edhe për të arrit një kompromis për të mirën e vendit, për mos me çu këtë vend dhe këtë popull edhe një herë në zgjedhje të parakohshme. Dhe pikërisht për këtë vetëdije është ajo që i shtyn këta në përpjekjet për të gjetë një zgjidhje.